E pra të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim pak për Big Brother VIP Albania 5. Big Brother VIP Albania 5, siç duket, ka nisur me shumë entuziazëm. Banorët kanë filluar që të kyçen në lojë, kanë filluar që të krijojnë dinamikat e para, zënkat e para, ato afrimitetet e para, lidhjet e para, emocionet e para, dhe kjo gjë në fakt i ka bërë banorët që të bëjnë namin brenda asaj shtëpie. Pas debatit të fortë që patëm me Ilirin dhe Eugenin, në fakt një debat që u sqarua më një herë dhe nuk u mor në dorë shumë nga ana e produksionit, por jam i bindur që të shtunën në Prime do të flitet për këtë debatin. Debatet nuk kanë ndaluar mes Kristit edhe mes Mirit. Miri dhe Kristi, që në natën e parë, brenda asaj shtëpie, le të themi që patë një lloj përplasje. Do të thënë Kristi po shndrohet në një lloj fenomeni brenda këtij formati, do ta quajmë fenomen brenda këtij formati. Kristi është në shënjestër të gjithë banorëve, të gjithë duan të merren me të gjithë duan të debatojnë me të gjithë duan të flasin me të. Për shembull, pati një debat shumë të fortë me Senon, një eskalim realisht nga vetja nga ana e Senos, dhe e shikoj që Kristi po përdorën kartën e provokimit dhe realisht unë e shoh që Kristi do të jetë shumë gjatë brenda kësaj shtëpie, nga që transmeton një energji shumë të fortë në lojë. Tani, si bëhet ky muhabet? Dita e djeshme, dita e sotme ka nisur me shumë debate mes Kristit edhe Mirit. Gjatë debatit, Miri i kërkoi Kristit që të mos i afrohej, pasi ky i fundit i kishte shkuar shumë afër. Miri ndërkohë i u drejtua Kristit duke i thënë se ishte shumë i pavlerë, ndërsa Kristi kujtoi se kishte mbledhur të gjithë banorët në living vetëm për t'i dhënë disa falenderime. Tani Miri thot, unë do t'jem negativi, mos më afro. Miri do me thënë ka përzgjedhur që brenda kësaj shtëpie të jetë negativi. Kristi thot, unë nuk kam tendenca agresiviteti. Miri thot, ty nuk të kam ardhur ndonjëherë unë. Unë i shkoj njeriut që dua. Kristi thot se nuk të intereson, prandaj. Miri thot, nuk të intereson ti o vlla, je shumë i pavlerë. Dhe Kristi thot, unë jam njeri i pavlerë, nuk të kuptoj. Po prandaj nuk të vi, sepse je shumë i pavlerë, thot. Ti ke ardhur te unë disa herë, unë te ti, edhe resht për një erdhe, i thot. Ua, po qa hipokriti që ishe, i thot Miri. Kristi thot, ju të gjithë keni ardhur te mua resht një për një. Miri thot, ke ardhur ti këtu, ndërsa Kristi thot, ti nuk vjen dot vetëm, kjo është diferenca që unë të vi vetëm. Dhe Miri thot, unë jam trim i mirë me shok shumë, ndërsa Kristi thot, ndonjëherë duhet të bësh ndonjë gjë i vetëm dhe jo gjithmonë me shokët. Do me thënë, lufta mes Mirit edhe mes Kristit e shoh që është një luftë serioze. Do me thënë, unë i shoh në fakt dy polet, le të themi, të ndara në shtëpi, dhe kjo gjë do të krijojë një lloj dinamike brenda kësaj shtëpie. Miri ka hyrë me vetbesimin që do të jetë lideri i shtëpisë. Këtë në fakt e tregoi që në natën e parë, këtë qëndrim e mban, me këtë qëndrim është duke ndenjur, ndërsa Kristi ka hyrë në atë gjuhën popullore që mundohet të gjithë t'i futën në, le të themi, në klap, edhe të lufton me të gjithë banorët brenda kësaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj për këtë diskutim dhe për këtë situatë mes Mirit edhe mes Kristit.